If Serb know where hospital is, what do the Serb do, you think? What do you think? Yes. Po nëse serbët arrin deri te spitali, atëherë do të ndodhet ajo që ka ndodhur edhe me kolegët tjerë. Kemi pas raste që janë masakruar, mirë po tash për tash një gjë e tillë s'mund ndodhet, e pas parasysh se kemi ushtrinë për rreth mjaft organizuar që mund ta bëj evakuimin e spitalit. Can you tell me your name and what's your job? My name is Fitim Selimi. I am a doctor working here in the hospital. What is your main problem as a doctor? Po problemi ynë më i madh si mjek që jemi është mungesa e furnizimit me barna, me medikamente edhe me aparaturën mjekësore të nevojshme për ndihmë pacientëve që na vinë. What kind of equipment don't you have for operation? Po për kryerjen e operacioneve dhe punëve tona na duhen një numër i mirë aparaturash, në rand të parë aparatura që na mundson operacionet me anestestik të përgjithshëm, do thotë laparotomi, hapjen e abdomenit e tjerë që kemi raste më të rënda. Nëse këto që jemi tu i bëjmë me anestezi për lokale. Tash kohën e fundit na mungojnë edhe ato. So what kind of operations do you make? What type of operation? Ne bëjmë operacione vetëm të tipit kështu lokal, me anestezi lokale. Për arsye se kemi mungesën e sallës momentalisht. Po të ishte salla do të kemi edhe kolegun kirurg që së bashku i kryjmë edhe operacionet edhe më të thella. Of the patient you receive, how many about is civil and how many is military patients? Po me përqindje nëse i marrim ne them drejtën dikun rreth 90% të plagosur dhe të vdekur që janë prej popullatës civile, ndërsa vetëm 10%, only 10% is military. And the rest is civil? 90 civil, po. Yes. And the civil are the local civil or are they refugees? Refugees and local civil. And what is the normal way they are wounded? What is normal? Is it from bullets or grenades or rockets? What is normal? From grenades. Rocket. That means the Serbs are shooting rockets and grenades at the civilians. Yes, from distance. From distance. So one patient who is wounded here and need to be operated in other zona, how long time it takes from wounded until operation? How many days? Po për transferimin, do thotë për të ofruar ndihmë mjekësore e nevojshme edhe komplete, neve na duhen 2-3 ditë spaku deri do thotë në transferimin e pacientit prej këtu në zonën tjetër ku kryen këto intervenime.